Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Në datën 21 maj, ndroi jetë Papa Francesku, Papa i rrethinave, siç e thon, Papa që ishte dhe i pushtoi jetën e tij të varfërve e më të varfërve. Natyrisht, për të kujtuar këtë figurë të madhe të botës katolike, por dhe këtë figurë të madhe dhe mik të madh të shqiptarëve, pasi ai vizitën e parë e bëri në Shqipëri, kam ftuar dy miq të mi, shkrimtarin Zef Përgega, autor i një libri mbi papën dhe vizitën e tij të parë në Shqipëri, libër i cili ka marrë edhe dekoratën pontifika nga pontifikati i papës, por edhe kryetarin e degëve të Federatës Panshqiptare Vatra, zotin Mondi Rakaj, i cili ka qenë së bashku me një grup vatranësh, rreth 100 vatran, në takim personal me Papën Francesku, dhe ai do na sjell këtu impresionet e asaj vizite. Natyrisht, këto fakte na japin më të plot figurën e Papa Franceskut, për atë që ai ka bërë për njerëzimin, për atë që ai ka bërë për ta kuptuar dhe ta ndryshuar pontifikatin papnor në realitetin modern. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Po fillojmë me ju, Zef, pasi edhe libri juaj, i titulluar Shqiponjat fluturojnë lart, sjell një figurë të papës në vizitën e tij në Shqipëri. Papa Francesku desh ta vizitonte Shqipërinë si një vend ku ai mësoi për vuajtjet e të gjithë klerikëve të gjithë ferave, por si një vend në të cilën ai kuptoi se bashk jetesa ndërmjet feve të ndryshme është e mundur, gjë që u bë dhe lejtmotiv edhe i jetës së tij. Zef, po ndalem te ky libër, i cili është shtypur edhe mjaft bukur, por është shkruar bukur para së gjithash, ju uroj për të. Natyrisht në këtë mes ju ale fjalën për të folur pak për papën, apo në këtë pyetje të parë për atë çka kishte domethënie vizita e parë papnore në shtetin shqiptar të pas komunizmit, shteti i parë laik në botë, i detyruar nga regjimi i Enver Hoxhës, por që feja, ashtu siç ka treguar dhe realiteti tashmë 30 vjet, nuk u shtuk dot. Faleminderit herë më ftesë. Sot është një ditë zije, një ditë pikëllimi, kur vdes njëri është ditë e dhimbshme për çdo, jo vetëm për pjesëtarët e familjes, por vdekja e Papës Franceskut është një ditë jashtëzakonisht e dhimbshme, dhe me këtë rast të gjithë besimtarëve katolik ju shprehim ngushëllimet për këtë ngjarje të pazakontë në jetën e kishës katolike, por edhe për mbar botën, sepse ai ishte një pap, si thosh, i përbotshëm për mesazhet që ka përcjell të paqes, kundra luftës, pro familjes, dhe si të thush, ka qenë një nga ato papët e veçantë të Romës, i 266, i cili e ka konsideruar kishën katolike kishën në lëvizje. Do më thanë që njerëzit dhe besimtarët ose kisha katolike nuk do të presi që të mbushet me njerëz, po vetë kisha katolike do të jetë në lëvizje dhe ajo do të jetë tek njerëzit. E theksoj këtë fakt sepse mesazhet e tij kanë qenë se kisha katolike e Jezu Krishtit, vetë shëlbuesi, i biri i Zotit, ja ka dorëzuar Shën Pjetrit. Shën Pjetrit, i cili është apostoll, një nga 12 apostoj, i pari pap, ja ka dorëzuar këtij në besim plot, sigur i kandit kishës, por Shën Pjetri ja ka dorëzuar edhe meshtarëve kudo në botë. Por jo, filozofia më e madhe e kishës katolike, dhe që shprehet edhe ky Papa Gjon Paul II, edhe ky pap, është që kishën ja ka besu
edhe të pagëzuarve. E ky është elementi filozofik i doktrinës krishtere. Domethënë janë një treshe të cilat përbajnë unitetin krishtar në mënyrë që elementi domethënë i unit ose elementi një lloj centralizimi të ideve dhe mesazheve të krishtare të mos jenë vetëm në dorë të një njeriu, por të jenë të shpërndara në unitet me besimtarët. Në këtë rast mund të flasim edhe mund t'i përgjigjem edhe pyetjeve tuaja të tjera mbi rëndësinë ndoshta të vizitës Papa Franceskut në Shqipëri. Natyrisht figura e Papa Franceskut është një figurë e gjithanshme, jo më larg se dje unë shkruajta një ese bazuar në një libër të Papa Franceskut mbi kuptimin e mëshirës, si mëshira është rruga drejt arritjes së Zotit, që sot është botuar dhe në disa gazeta shqiptare, jo vetëm këtu, po dhe në Shqipëri, për arsye sepse është një vlerësim për atë çka solli Papa Francesku, për botkuptimin e tij fetar. Megjithatë, Mondi, cili ka qenë përshtypja jote e parë në kuadër të udhëtimit dhe takimit të drejt për drejt me Papa Franceskun? Jo gjithkush e ka pasur këtë mundësi. Ju faleminderit i herë për ftesën, është emocion, kuptohet është emocion i veçantë. Sidomos kur jenë ata karrigat që vjen edhe të afru Ati i Shenjtë, se do të më thonë pas dritë është edhe fillon edhe të kapin ata emocionet e tuaja shpirtënore. Kjo duke Rafael faktikisht në kuadër të Federatës Vatra, po dalim prej kësaj temë që të him të temë ku duhet. Kur jena në kuadër Federatës Panshqiptare Vatra, kena dëshirë me arrit emrin kësaj organizatë sa më shumë. Sidomos në atë kohën që ne elaborojmë, në atë kohën që ne drejtojmë. Edhe gjithmonë, pavarësisht se unë jam drejtor për me hap deg në përgjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po merrna edhe me lobim. Atëherë ka kënë edhe një prej, kam thonë si, kam pa në historinë e Vatrës dhe kanë kënë drejtues të Federatës Panshqiptare Vatra, kryetarë që kanë pas takim me Atin e Shenjtë. Nuk më ka rezultu, masa jam me gabim, por nuk më ka rezultu në një shkrim ose artikulli tillë me që elaboron edhe me fotografi që kanë pas takime të tilla. Atëherë ne patmenis punën, patmenis me ambasadorin e Paps në Shqipëri, me Archbishop Brown. Patmenis aty, fillume nëpërmjet një ish-kryetares të degës Vatrës në Washington, Merita Bayraktari. Nuk pati, u bën disa lëvizje, por ai u transferu në zinë Amerikën Latine dikun, edhe nuk pati sukses e lëvizje. Atëherë fillume me punimet me erdhi këtu me imzot Angelo Masafrën, arqipeshvin e Shkodrës. Shkodër Pult. Duke folë me të, edhe i thëmë, po, i bëjmë pjesë në këtë organizatë, kemi dëshirë që me taku Atin e Shenjtë. Edhe më thëmu, ashtë e mujtun. I bëjmë letrat gati, i dërgume në Selin e Shenjtë. Sekretari i Selis Shenjtë, ashtu, po tjetër, tha, veç në diftoni numrin e personave që do të vini. Atëherë në këthujnë në përgjigje e pranunën ftesën, kena marrë pjesë gati në përgjithë Amerikën, ma mërmeja mund tjetë kënë të 80 deri 100 vetë numri vatranëve që kanë ulltu. Kuptohet, ishte diçka e koshtueshme, nga Florida, nga New Yorku, nga Pennsylvania, nga Michigani, ishin shumë familje, gati 100 vetë, ishte kujtime shumë të bukura. Kalu me disa net bukura në Vatikan, në Rom, por nuk mujt me i fut të gjithë, ne pat me qef një audiencë private me Atin e Shenjtë, qysh atër ka pas probleme shëndetësore Ati i Shenjtë. Dhe na priti kishte fut 2 deri në 2 vetë. Edhe aty kena mujt me hi, aty në ka ra, dhe më thënë kryetari Berisha dhe në kryetari Berisha më thënë mund të shkoti me te, po. Do të pyes më vonë
pikërisht mbi këto impresione, nuk dua të ndërpres anën emocionale, por do të flasim me Zefin për vizitën e Papës në Shqipëri. Zef, pse zgjodhi Papa vendin e parë pas shugurimit të tij në vitin 2014 që të vizitonte Shqipërinë? Le të bëj një parantezë. Po. E kuptova mondin dhe vizitën e tyre në Rom. Është një, me thënë drejtën, edhe një krenari e diasporës, apo edhe një krenari kombëtare. Nuk ka rëndësi se cila pjesë e kupton nga shqiptarët e vizitoj atin e shenjtë, por kjo vizit futet edhe si një datë historike për diasporën shqiptare. Por me ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Shqipërinë në vitin 1945 dhe me depërtimin e ish ambasadorit të Vatikanit në Shkodër, se selit kanë qenë në Shkodër, u vendos një mur që nuk mund të depërtohesh as fjala, as mesazhi, as drita. Në këtë kuptim, Vatikani ka mbajtur lidhje me diasporën shqiptare, sidomos me diasporën në Itali, edhe me diasporën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me rastin e 500 vjetorit të Skënderbeut, Domprek Nërvasha ka mbajtur fjalimin përpara Papës, si kapelan i emigracionit, me nën kujdesin edhe të shkrimtarit Ernest Koliçi dhe të shkrimtarit Martin Camaj, por Ernest Koliçi ka ftuar dhe Vatrën që t'jetë pjesë e takimit dhe kryetari i Vatrës, ai që ka pasur restorantet, Piu 4 si nga Korça. Ka qenë, do të thënë, Antonio Athanas ka qenë pjesë e këtij delegacioni. Këtë ka dëshmu vetë Ernest Koliçi. Për të ardhur, po ka marrë pjesë edhe Monsignor Rok Mirdita, ka marrë pjesë edhe si Gjakua ka qenë, që sot është drejtuesi i kishës Zoja Shkodrës në New York, Pjetër Popaj, edhe shumë patriot, të cilët disa fotografi kanë botu dhe ke libri Martin Camës. Por le të kthehemi ke vizita e Papës në Shqipëri. Është më të vërtet një ngjarje që do ta kishin lakmi shumë kombe komsi, jo ma kombi jon, sepse vizitën e parë ka bë Papa John Paul II në vitin 1993, i cili ka shkuar në Shkodër edhe Papa John Paul II ngriti hierarkinë e kishës katolike nga garmadhat e komunizmit, i cili i shkaktoi damë të mëdha kishës katolike, por dhe kombit shqiptar, duke eliminuar 140 prifta nga këto, kanë qenë edhe 8 murgesha, 2 kanë qenë arqipeshk dhe 2 tjerë i peshk, pra e shkatroi gjithë strukturën e kishës katolike, edhe në këtë kuptim ardhja Papës mbas 9 vjetësh, as 10 vjetës ishin bërë akoma, nuk ka ndodhur në historinë e 2000 vjeçare të kishës katolike që 2 papë vizitojnë një vend vogël me një histori jashtëzakonisht lashtë, pranë brigjeve të Italisë, shumë afër me Italinë, por cila ishte, si thush, ajo rëndësia. Rëndësia është, si thush, historia e popullit shqiptar. Marrja e krishtrimit nga Shën Pali, dhe sipas dokumentave historike, ne prej nesh e morën krishtrimin.